Bismillahirrahmanirrahim. Duaja, lutja e pejgamberit që t'i largon gjitha telashet. Sprovat, telashet, lodhjet, preokupimet, problemet, gajlet, etjer, te i kalohen me lejen e Allahut Azza wa Jall me një lutje pejgamberike. Imam Buhariu në Sahihun e tij e regjistron këtë lutje nga Ibn Abbasi, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka pas vështirësi e ka lexu lutjen La ilaha illa Allah el-azim el-halim, La ilaha illa Allah rabbul arshil azim, La ilaha illa Allah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil kerim. Kjo lutje do me thonë La ilaha illa Allah të madhit e të butit Allah, La ilaha illa Allah zotit të arshit madh, La ilaha illa Allah zotit qejve, zotit tokës dhe zotit arshit fisnik. Mos e harro këtë lutje, mosoje këtë lutje, lutju Allahut Azza wa Jall me këtë lutje, sepse Allahu tregon, kur ju ka lut Nuhi a.s. Allahu thot, fanajjaynahu wa ahlahu min al-karbil azim, na e kemi shpëtu atë dhe familjen e tij prej hallit të madh. Çdo hall që e ke, lutju Allahut me këtë lutje, Allahu Azza wa Jall të ofron zgjidhje. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.